Selamu alejkum, a lejohet falja sunnete me më shumë niyete? Ban. A lejohet sunneti mu fal me shumë niyete? Për shembull, kur qenë në xhami, e din se kur në xhami duhet mi fal direqat për shëndetja e xhamisë. Njëjtën kohë ki në kohën e sabaut, që janë di sunetet e sabaut, si cilët i fali. A ti fali për shëndetjen e xhamisë, apo ti fali sunetet e sabaut, për shkak se nuk ka kohë vetëm sa mi fal direqat. Na i thëmë të di niyetet i ban dhe i fal direqat namaz. Apo njoni i mledh ma shumë se kaq, ka mor avdes, mas avdesit në sunet mi fal direqat, pasaj ka një xhami, pasaj ka një kohë e sabaut mi fal dhe di sunetet e sabaut. A ban këto tre niyete mi fal me direqat? Ban. Lejohet. Për këtë arsye dietar kanë thonë ka namaze të cilat nuk lejohet vetëm me niyet, e ato janë namazet e përcaktuara. Pra janë të definuar. Për shembull, di namaz, di rekat farz e sabahit, janë përcaktuar. Ndërsa ka namaze vullnetare nafile, që thot pejgamberi Allahut për shembull, me sezonit dhe ikametit ka namaz, me sezonit dhe ikametit ka namaz, me sezonit dhe ikametit ka namaz kush don. Pejgamberi Allahut ka thonë kush don. Çfarë namazi ka? Çfarë dush namaz? Na shi fal direqat e avdesit sunnet, na shi fal tahiyatul mesjid për shëndetja e xhamisë, na shi fal nafile, na shi fal di sunnete që janë për shembull para akşamit të braktisura në trevet tona, që shokët e pejgamberit Allahut i kanë fal direqat nafile para farzit. Cilin dush fal? Po nëse kam dëshirë kejt mi fal me niyet, a ban? Ban. Mendoj se jam qartë.